Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo që po ndodh tashmë në lindjen e mesme ku bombardimet izraelite vazhdojnë të shkatrojnë veriun e Gazës dhe Libanit, duke shkaktuar kështu të paktën 87 të vdekur dhe 40 të plagosur. Ndjekim një sërderi themi. Bombardimet izraelite vazhdojnë të shkatrojnë veriun e Gazës dhe Libanit duke shkaktuar të paktën 87 të vdekur dhe 40 të plagosur në Beit Lahia. Sulme ndodhen gjatë natës në një prej zonave më të goditura nga pushtimi toksor i Izraelit, ku Hamasi besohet se është rigrupuar. Ministria e Shëndetësisë palestineze paralajmëroi për një krizë humanitare të pashmangshme, ndërsa sektori shëndetësor në veri të Gazës është në prag të kolapsit. Në Liban, 3 ushtarë libanez u vran pasi automjeti i tyre ushtarak u godit në jug të vendit, ndërsa Hezbollah u lëshoi 10 raketa ndaj Izraelit duke përshkallëzuar më tej tensionin në rajon. Ndërkohë mjekët pa kufin dhe organizatat e tjera humanitare kanë bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj spitaleve, pasi 2 spitale në veri të Gazës u goditën nga zjarri izraelit gjatë fundjavës. Izraeli po heton incidentet, duke pretenduar se operacionet ishin afër, por nuk ishin synuar direkt objektivat spitalore. Mirë, për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime, por edhe të tjera, kemi të ftuar zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, faleminderit që më mua sot. Jo, faleminderit. Zoti Dauti, do doja ta nisja me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe pyetja ime është se cilat ishin pasojat e sulmeve izraelite që ndodhen ditën e djeshme. Tani në Gaza çdo ditë është e njëjtë, nuk është se kemi befasi ditën e djeshme. Çdo ditë kemi viktima të pafajshme të palestinezëve. Unë e ndigjuam se goditen spitalet, apo duhet komunitetin ndërkombëtar thotë duhet mos goditen spitalet, por ne duhet ta cekim se nuk ka mbetur spital pa goditur në Gaza, dhe thjesht nuk ka mbet spitale, nuk ka mbet shkolla, nuk ka vend të sigurt për civilet ku të shkojnë dhe të kërkojnë strehim. Pra nuk flitet këtu për vetëm veriun e Gazës, po e gjithë Gaza është rrafshuar nga raketat, bombat prej nga ajri të aviacionit izraelit, me bomba këta që i merr nga SBA-ja, dhe është një situatë shumë tragjike për banorët e Gazës dhe kuptohet edhe unë si person, e ngrej zërin kundër këtij gjenocidi që është duke ndodhur në Gaza dhe shpresojmë sa më shpejt që të ndalet kjo luftë. Ne e dim që shumë rezoluta Kombet e Bashkuara kanë sjellur që të ketë një armpushim, mirë po Izraeli ata nuk i respekton, kuptohet që diplomatikisht SBA-ja e përkrah Izraelin, dhe se sa do të zgjasë kjo situatë nuk është e qartë, për shkak se Hamasi nuk mund të thyet nga ushtria izraelite, dhe pas një viti luftim, Hamasi reziston, kanë armë me bollëk, kanë ushtar shumë, bile radhët e tyre janë shtuar për shkak se shumë veta e kanë humbur familjen në këtë luftë dhe ata i bashkohen Hamasit dhe kështu e bën më të vështirë për ushtarët izraelit që ta okupojnë Gazën dhe t'i nënshtrojnë palestinezët. Këtë luftë dëshmoi se ushtria izraelite është pa aftë të një territor të shumë të vogël, me gjithat armatim dhe me mbështetje edhe nga ajri, edhe nga deti, edhe me artilleri, nuk mund ta okupoj. Arsyeja është e thjeshtë për shkak se ushtarët izraelit dolën frikacak, nuk mund të hyjnë në tunele, nuk mund të hyjnë nëpër lagje dhe të luftojnë ushtarët e Izraelit, po ata prej largësie vetëm bombardojnë dhe për fat të keq shumica e të vrarëve janë civil, po ne jemi mendoj në bazë asaj çka e ndjekim situatën, Hamasi nuk e ka ndërmend që të dorëzohet dhe do ta vazhdoj këtë luftë siç e ka vazhduar në këta 70 vite prej kur është themeluar shteti i Izraelit. E qartë, zoti Dauti, mbas këtyre sulmeve në jug të Libanit, si reagoi Hezbollah ose si pritet të reagojë në ditët e ndijshme? Po edhe te çështja e Hezbollahut apo Libanit jugor nuk kemi diçka të re. Menjëherë filluan bombardimet pas 7 tetorit 2023. Përgjatë gjithë kësaj periudhe është bombarduar Libani jugor, por në këta muajin e fundit, sidomos bombardohet edhe kryeqyteti i Libanit, Beiruti, dhe ku ka të paktën në këta bombardime të paktën 3000 civil të vrarë. Kuptohet edhe kjo është një tragjedi tjetër për popullin libanes. Në ndërkohë kemi edhe shumë refugjat libanes
të cilat janë të detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre, dhe për fat të keq disa nuk do të mund të kthehen për shkak se u shkatrohen shtëpitë, bombardohen fshatrat e Libanit jugor nga aviacioni izraelit. Në Libanin jugor kemi edhe disa fshatra që kanë popullsi krishtere, edhe ata janë viktimë e bombardimeve të Izraelit, mirë po ne jemi dëshmitar që Izraeli kërkon që të tërhiqen edhe trupat e OKB-s që janë të stacionuar në Libanin jugor, me qëllim që mos ketë dëshmi se si ushtria izraelite i rrafshon fshatrat, i bombardon civilët dhe të mundet lehtësisht të bëj Libanin jugor njëjtë ashtu sikur e bëri edhe në Gaza, por kuptohet që ata nuk do t'ja arrijnë këtij qëllimi, ata mund të arrijnë që të bëjnë shkatërrime edhe të civilëve, edhe të fshatrave, por kuptohet që nuk kanë guxim që të hyjnë me ushtrinë e tyre në Libanin jugor. Ata disa herë tentuan, por u thyen nga ushtarët e Hezbollah. Zoti Dauti, si ka reaguar deri më tani autoritetet ndërkombëtare ndaj përshkallëzimeve të dhunës që kanë ndodhur në Gazë, por edhe Liban? Po kuptohet, tani si institucion më i lartë për marrëdhëniet ndërkombëtare është OKB-ja. Mirë po ne jemi të vetëdijshëm se aty ka 3 shtete perëndimore të cilat kanë të drejtë të votit, të vetos. Ata janë Anglia, Franca dhe SBA-ja. Dhe ata si zakonisht gjatë gjithë rezolutave apo debateve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ata e mbështesin Izraelin, thuajnë që Izraeli ka të drejtë që të vetë mbrohet. Mirë po shumica e botës apo komunitetit ndërkombëtar nuk e ndajnë mendimin e njëjtë, sikur këta perëndimore që përfaqësohen në OKB. Shumica e komunitetit ndërkombëtar thotë që në Gaza, po edhe në Libanin jugor, është duke u kryer një gjenocid, dhe ata zëshëm kërkojnë që të ketë një armpushim me qëllim që nëse nuk ka mosmarrveshje, të realizohen ata apo të zgjidhen në mënyrë diplomatike dhe në këtë rast Izraeli mbetet i izoluar, ata kanë vetëm mbështetje perëndimore, po mund të ndodhë që edhe ajo mbështetje perëndimore çka e kanë, edhe atë ta humbin. Kemi disa shenja nga Franca, ku kryetari i shtetit i Francës tha që ndoshta do të duhet që Izraeli t'i bëjmë embargo të armëve, për shkak se ata e kundërshtojnë një sulm të Izraelit, okupim të Libanit, dhe nëse kjo do t'jetë rasti, kuptohet që Izraeli dal nga dal do të pajtohet me realitetin e ri në lindjen e mesme, se jo të gjithë shtetet përreth duhet të nënshtrohen Izraelit, po edhe Izraeli duhet të funksionojë si një shtet normal dhe jo si një shtet apartheid, duke i shtypur palestinezët në vend Palestinën dhe shtetin e Izraelit dhe t'i respektojë fqinjet e shteteve arabe që i ka përreth.